Tragjike. U dëmtua në kokë gjatë ndeshjes, ndëron jetë pas 3 ditësh portieri 19 vjeçar. Incidenti ndodhi të shtunën kur Osorio rapa ndjenja në fushë dhe pësoi arrest kardiak. Një ngjarje rënd ka tronditur futbollin spanjoll, teksa një portier vetëm 19 vjeç ka ndruar jetë. Sipas mediave vendase, Raúl Ramírez Osorio ka humbur jetën pasi u dëmtua rënd duke marrë një goditje të fortë në kokë gjatë ndeshjes mes Colindres dhe Revilla e vlefshme për ligën e 5 spanjolle. Incidenti ndodhi të shtunën kur Osorio rapa ndjenja në fushë dhe pësoi arrest kardiak. Trajneri i tij reagoi menjëherë, duke i dhënë frymëmarrje artificiale, ndërsa një studente e infermierisë që ndodhej si spektatore arriti ta rikthente përkohësisht në jetë me manovra shpëtimi. Futbollisti u dërgua në gjendje kritike në spital ku u shtrua në kujdesin intensiv. Pas 2 ditësh luftë për jetën, mjekët konfirmuan ndarjen e tij nga jeta. Klubi i tij, Colindres, reagoi fillimisht me një mesazh shprehse për gjendjen e portierit. Duam t'i dërgojmë shumë forcë portierit tonë Raúl Ramírez dhe gjithë familjes së tij. Gjatë ndeshjes së dieshme kundër Revilla, ai pësoi një tronditje, një goditje të rëndë, për të cilën u shtrua në spitalin Valdequila. Ndërkohë, Federata Mbretërore e Futbollit të Kantabrisë publikoi sot një deklaratë zyrtare ku theksoi: Federata Mbretërore e Futbollit të Kantabrisë shpreh keqardhje të thellë për të njoftuar se portieri i Colindres, Raúl Ramírez, ka ndruar jetë pas një përplasje aksidentale gjatë ndeshjes të shtunës së kaluar.